Dekada e koncesionit të sterilizimit që i kushtoi shtetit 153 milion euro u mbyll në dhjetor 2025 dhe menjëherë u çel një derë tjetër për korrupsion. Ministria e Shëndetësisë firmosi një kontratë 10 vjeçare me kompaninë Sani Service, ku vlera parashikohej në 100 milion euro, por me falsifikime dhe vjedhje u rrit vlera e faturimit me 53 milion euro më tepër. Ky është grafiku i pagesave të bëra nga fondet e shëndetësisë në drejtim të Sani Service, ku siç shihet pagesat kanë vijuar edhe gjatë vitit 2026. Po kush do t'i marrë këto fonde tani e tutje? Shoqëria e re, me emrin Operatori i Shërbimit të Integruar të Sterilizimit, do të ketë një kapital fillestar prej 200 milion lekësh të financuara nga buxheti i shtetit 2026 i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Sipas vendimit, Oshis SHA do të ofrojë kundrejt pagesës shërbime që përfshin të gjitha ciklet e sterilizimit në sallat kirurgjikale, nga furnizimi me instrumente sterile dhe materiale një përdorimshme deri tek dezinfektimi i ambienteve. Shoqëria do të administrojë gjithashtu stacionin qendror të sterilizimit në QSUT dhe do të menaxhojë proceset e ripërpunimit dhe sterilizimit të instrumenteve të ripërdorshme, përfshirë përdorimin e teknologjive me avull dhe temperatura të ulta, si dhe digitalizimin e të gjithë procesit. Vendimi parashikon edhe kalimin pa pagesë tek Oshis të aseteve dhe të drejtave që i rikthehen shtetit pas përdorimit të kontratës së koncesionit të sterilizimit të nënshkruar në vitin 2015. Por duket se drejtoresha e shoqërisë Arisa Cane nuk pas ka gjetur asgjë dhe i ka hyrë tenderave me top, sikur të ishte viti 0.